Nuk shkoi më shumë se sa një barazim në duelin me Eknatjen që gjithsesi i dha mundësinë të qëndrojë sërish në krye me pikë të barabarta me Vllaznin. Një 3 pikësh do t'i jepte Kreun e vetme, por duke parë se si shkoi ndeshja dhe një pikë shihet pozitivisht, ish futbollisti verdebluve Mardian Kacolja analizon këtë përballje ku sipas tij, episodi i kartonit të kuq për sulmuesin Bojen në startin e sfidës ndikoi në vazhdimsinë e lojës. Ndeshja ishte shumë e luftuar, por pati disa episode ku lojtari jonë doli me karton kuq dhe si duket ajo krijoi një zbehet lojës dhe unë mendoj që po ta kishim dhënë lojtarin aty mund të kishim marrë një fitore që do na shërbente shumë duke marrë parasysh edhe hapin edhe që Vllaznia doli 0-0 me Dinamo. Kishim kaluar një javë dhe do ishte ndeshje që ne do na jepte një shtyllë shumë të madhe. Kacolle ndalet edhe te gara për titullin kampion. Sipas ish mbrojtësit e Elbasanas, skuadra e ka mundësi ta tentojë deri në fund, nëse edhe Vllaznia është një kundërshtar me potencial. Por ama edhe ne Elbasani ka një grup, një ekip shumë të mirë, duke filluar nga trajneri që po se bën një punë shumë të mirë, drejtuesit. Besoj me grupin që kemi, me lojtarët që kemi, me cilësitë e disa lojtarëve, duke përfshirë Lukikin, Lajthin, portierin që shumë fatkeqësisht na u dëmtua. Besoj se doja arrim edhe me shpresë shumë të madhe që ne do të shpallemi kampion. Dëshira më e madhe jone është shpallemi kampion. Përballja e radhës është me Dinamon. Për Kacollën pritet një duel i vështirë, por Elbasani ka mundësitë për të dalë me një fitore. Dinamo është një ekip që luan bukur futboll. Ne kam ndjekur dhe ka disa elementë shumë cilësor, ka një trajner shumë të mirë, një nga më të mirët në kampionatin tonë. Por besoj me grupin që kemi, me kolektivitetin që kemi, besoj se do ja dalim me sukses dhe ta mposhtim Dinamon, ashtu që kemi mposhtur dhe këtu në Elbasan me lojë të bukur. Elbasani ndodhet në pozita komode në klasifikim, pasi ndajnë Kreun me pikë të barabarta me Vllaznin, ndërsa ambicjet për të shpallur kampion sa vinë rriten.